është gisht. Filmoj e këtë. Më nuk është matrapi. Është gisht. Nuk është matrapi. E shikon që ka bon, firma. A shikon? Shikon që dy bon. Punimet për ujësiasin e fshatin Blera në njësinë rrethinat e bashkisë Shkodër kanë sjellë më shumë dëme për banorët, ato ankohen për rrugën e dëmtuar gjatë punimeve, teksa janë të bindur se edhe pas punimeve të ujësiasit, uji nuk vjen, banorët janë kundër punimeve, ndërkohë hedhin akuza dhe ndaj bashkisë. Ka ardhur një firmë dhe me kë ujit, si përfundimisht as ka tabel fillimit, as tabel mbarimit. Tu marr ujit, po është faqen e barrat tu nuk duhet, me mashineri toni krosh 1 cm, 2 cm asfalt ka këtu. Jo marr mashineritë tonë rrazhit tram, edhe me shty, e me shkatru tonë asfalt e kanë shkatruar, ty e shty. Edhe kanë bën 28 vena premje, nalte poshtë ku te këtu ne kanë shurkuar, kanë bën një farvej se kjo rrugën asfaltit ne kanë zgjedhur për ndërrimit. Kanë qenë 2 mesanisht ky asfalt. Po shihni vet, me prekni vet me sy. Këtë punë ka bën një firmë Elbasanit, thotë me një kur s'ka për të ardhur ujë këtu. Nuk e mund na ujë, kur s'ka për të ardhur ujë. Pse I billu që nuk vjen? Nuk vjen ujë se kështu kanë vepruar tash 13 vjet. Marrin tendrat fantazm, pa datë, pa tendër, marrin pa tendër, edhe ai ku nuk I bën se kush, është ka dhënë prova në grud, në shtëj. Popullin e detyrojnë me lidh kontratën, se kanë nevojë me lidh kontratën, se rrahen populli. Nuk rrahen. Unë s'do bëj kontratë kur me këta. Veç pa ja them sinqerisht, para Zotit e Krishtit e Muhamedit. Kur sa ti bën dielli toks, veç gjak e qelp për këtë lagje, turbi rubenetet e tyre s'kan për të pasur. Veç gjak e qelp. Na kërkojmë shteti, marr me verifikuar shteti. Shteti këtu nuk ka, se u dashkë nuk u I bashkisë. Punimet duhet me kontroll bashkia Benet Beci. Punimet e firmave. Mos ja bajnë dam asfaltin, se këto janë zgjaturën e janë të bashkisë, rrugat e këto. A ishte desht, kryetari bashkisë, Benet Beci, me fut nukën dhe njëzë me kontrolu këtë rrugë, mos bajnë ma dam se kjo më qarë. Jo si se ka ba. Me vregu, a ka datë fillimit, a ka datë marimit? Unë e di se kjo firmë mashtruese. Ne vëshë na kanë dëmtuar me ta, se zjon vjes na kanë. Ta me hekme, tu nuk vje kur, me hekme shma, edhe ko kanë marë, te kisha e barra kanë bon shpimin, thënë e kemë bojnë 150 metra ujkirit kemë zirë tonë. Tonë këna zirë ujkirit. Tonë pimu. Pra, se I në kundër ju? Se I në kundër pimu? Një sekundë. I minut. Se ata kanë për lever dhjetë. Me të dujnë atë saat, me të marë 8.000 lek, 10.000 lek në mujt, si ku e ka 3.400 lek. Sa ati dritave, e ka 3.400 lek. Këtë mërvet në mujt. Shërë thuj, se se thuj. I donë, nuk ja fërmo si kur. Unë për vedin kur. Tu e kanë bon vetëm se në kanë bon dam neve. Që me 2 kishtë asfalt, e kanë shemë edhe ata. Qa kemi bon, kryetari bashkisë e dinë fort mirë. Janë kamat, menu lambat, na pagujmë, do të na me pagu për shtetit. Toksat na I pagujmë. Po çfarë toksat me pagu? Ti shteti si paguj toksat sa në botë, do me vjellë pat pare. Zven ujë këto. Po e zora sa grenjë këta. Janë mbi 85 familjet në këtë zonë që përballen me këtë problematikë.